Bismillahirrahmanirrahim. Urud se fehgjur spjegova vetëm t'ja jap kështu si lloj panorame. Bëni ato një lloj vizatimi. Pra urud se fehgjur joshjes, smirës, akuzimit, fyrjes, shitjes, propagandës, djalosjes, shirkut, shpifjeve e kështu me radhë. Urud se fehgjur. Krejt. Ajeti tjetër urud se fehgjur Allah thot wala tamnun tastakthir. E u thash këtu e pikas një mësim sepse erdhi pas rudz erdhi kjo. Edhe kjo edhe kjo mu lavdru me atë që ka jep Zoti. Pra mu lavdru me ato që ti ka jep Zoti është rudz, është plotësi. Si shkon ti i ankohesh, si shkon ti domon i lavdrohesh e i kërkosësh në të varfrit që s'ka. E ka po për shembull vëllazër edhe juve po edhe neve. Kita ata që ndëgjojnë, do më pajtohen me mu. Na ka ndodhur sa në familje, për shembull. Pse Allah i ka peshë, i ka fuqie, i ka shoke, dashamire, vetura, kur kalon para shtëpisë të vëllezërve, para shtëpisë atyre të afërme, i shikon me përbuzje. Ose për shembull, ai s'ka mundsi muin me çit deri në fund siç duhet, ai ka koletën full, plot porë, shkon lek, shkon këtu domon lavdrohet, i dal para syve. Pastaj ushqimet e mira që i qesin nëpër Facebook e kështu me radhë. Wala tamnun tastakthir. Mos e bë këtë asnjëherë. Mos e bë këtë, sidomos thirrsi. Wala tamnun tastakthir. Normalisht ka disa lexime ose disa kuptime bazë tek dietarët e vjetën. Nëse i kthemi kështu domthon asë çka kanë thonë dietarët e vjetër, janë dy qëllime. Wala tamnun tastakthir, disa pej sahabëve, nëse nuk gaboj edhe Ibn Abbasi, e ka për qëllim këto Zoti pastaj nëse është për qëllim kjo, këtë shëron në surën Rum. Kur thot domthon mos gaboni me jap dikujt diçka e pastaj më ia kërku si kthim më shumë. Si një lloj kështu domthon kamate. Kjo është ai qëllimi që e kam përmend kështu domthon parimisht ata. E ndërtimi po një kuptim që e përmend Seidi Zoti e mëshiroft, edhe nga meditimi unë e kam shkruar kështu. Thash çka pikasun këtu? Fjala la tamnun menna vjen nga një herë në konotacione të ndryshme. E këtu e pikas një mësim për thirrjen. Pasi kur Zoti po jep diçka pejgamberit veçantë, po i thot diçka përderisa i thirr shtohen lajkat, vjusat, njerëzit dojnë për shkak se fol drejt të mirë kështu me radhë. Sikurse po i thot o ti thers. Kur ta afrosh dikon, e bëhesh shkak me udhëzu ai, mos u bë çakall. Mos u bë çakall e mullinit. Ti e bose me ka afruar te feja tash kur si hauç. Çdo ditë ja përmend. Unë. Wala tamnun tastakthir. Sado që jep, sado që sakrifikon, mos duket shumë. Mos duket që ke bërë diçka. Sepse edhe ajo është si frymëzim e si mirësi nga Allahu i Madhun. Ose nëse Zoti ka jep dije dhe elokuencë, më shumë se të tjerëve, la tamnun. Mos kam më thonë unë sa bukur e artikulova, sa bukur e shkrova, sa bukur. La tamnun. La tamnun gjithmonë vjen ose ta jap atë përshtypjen që ky kur e thot to, e thot me arrogancë. Ata tjetri duken të vogël. La tamnun. Këtu jep ato gjonat që i duhen me i dan. Vëllë njeri modest i thjesht. Edhe vallahi modestia e ngrit njeriu. Qiltërsia, vërtetësia, besnikëria, edhe mja dash të tjerëve të mirë, vallahi e ngrit njeriu. Wala tamnun tastakthir. Mos gabon me bë këto që tani me pas qef me të lavdru. Pa të lavdru pak, domos të jepet me jap dersave. Wala tamnun tastakthir. Kjo është ai mësimi që e kam pikas e që na jep mënyra se si Allahu i qasët pejgamberit në mënyrë udhërore. Herën tjetër me lejen Allahut mandum me meditime të reja rreth surës Mudaththir, konkretisht me vazhdimin e tasvirës së sure. Ju rujt i madhe Zot e faleminderit nga zemra.